Kompania e telefonisë celulare Eagle Mobile ka ndarë dhuratat me rastin e festës së Vit të Ri për pacientët e vegjël që kanë kryer operacion në zemër në QSUT. Veç dhuratave, kjo kompani ka organizuar edhe një festë për këta fëmijë. Rreth 40 pacientë vegjël që kanë kryer ndërhyrje kirurgjikale të rralla në zemër me rastin e fundvitit kanë marrë dhurata nga kompania celulare Eagle Mobile. Sipas drejtorit të përgjithshëm të Eagle Mobile, Alita Skin, fëmijët janë ardhmja e vendit e për këtë, kompania celulare do t'jetë gjithnjë në mbështetje të tyre. 2010 bu son günlerinde është shumë e rëndësishme që mbyllim vitin 2010 këtu së bashku me fëmijët, me këta fëmijë të cilët janë larg familjeve të tyre, janë larg shtëpisë të tyre dhe ndodhen të shtruar këtu për arsye shëndetësore. Për neve kjo është me të vërtetë shumë e rëndësishme. QSUT është institucioni më i madh dhe më i rëndësishëm i shëndetësisë në Shqipëri dhe për këtë arsye Eagle Mobile do të vazhdojë të qëndrojë në krah dhe do të vazhdojë ta mbështesë jo vetëm sot me këtë aktivitet për këta fëmijë që janë të shtruar këtu, por edhe me projekte të tjera. Unë jam shumë i kënaqur dhe shumë i lumtur sot që arrim ta bëjmë një ditë edhe më të gëzuar se ditët e tjera dhe jam shumë i bindur që kontributi dhe ndihma e kompanisë Eagle Mobile do të vazhdojë edhe në të ardhmen dhe jo vetëm në rastet e festave. Kompania Eagle Mobile së bashku me shoqatën Një Botë për një Zemër, veç dhuratave kanë organizuar edhe një festë për fëmijët e shtruar në shërbimin e pediatrisë në qendrën spitalore universitare e Nën Tereza në Tiranë.